Faqja zyrtare e Big Brother VIP ka publikuar videon që tregon momentin e fundit të Eglit brenda shtëpisë. Në pamjet e publikuara ajo shihet në dhomën e rrëfimit, e përlotur dhe në shoqërinë e Gjestit, me të cilin ka pasur një marrëdhënie të ndërlikuar gjatë qëndrimit në shtëpi. Momenti ka prekur shumë djegës të reality show-t, të cilët kanë shpërthyer në komente, duke shprehur keqardhje për largimin e saj dhe duke kritikuar situatat që çuan drejt këtij vendimi. Pas daljes së Eglit, Gjesti ka bërë disa deklarata kontradiktore, duke u shfaqur fillimisht i distancuar, madje duke thënë se ishte i lumtur që ajo u largua, ndërsa më vonë gjatë natës, ai është dëgjuar duke folur me veten për të, sikur tashmë po ndjente mungesën e saj. Largimi i Eglit mbetet një nga momentet më të forta të këtij edicioni, duke lënë pas shumë diskutime për dinamikat dhe tensionet e krijuara brenda shtëpisë.